Diku në atë zbrazëti të madhe, një burr i quajtur Gjej kishte gjetur një shtëpi ose të paktën diçka të ngjashme. Jo në një kasolle, jo në një tent, por në zgavrën e ftohtë dhe të errët të një strofke ariu të braktisur. Për shumicën e njerëzve që mendimi i tillë do t'i kishte bërë të dridheshin, por për Gjekun ishte vendi i parë që vërtet kishte pasur kuptim pas një kohe të gjatë. Para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe siguroheni që të abonoheni nëse nuk e keni bërë dhe shtypni zilën e njoftimit në mënyrë që të mos humbni asnjë histori të re. Gjeku nuk kishte jetuar gjithmonë kështu. Dikur ai kishte qenë pjesë e botës që njohin shumica prej nesh. Ajo me pagesa qiraje, afate dhe pushime kafeje që shkrieshin në lodhje. Por pasi humbi punën e tij në një sharr gjatë një rënje ekonomike, jeta e tij filloi të shpërbëhej. Disa pengesa të humbura u kthyen në dëbim. Kamioni i tij u prish, kursimet e tija u zhdukën, duke u përpjekur të rregullonte gjëra që nuk mund të rregulloheshin. Makina, marrëdhënie, ndoshta edhe vetë ai. Ai filloi të ecte në veri, kryesisht larg qyteteve, nga zhurma, nga njerëzit që shikonin por kur nuk e shihnin, ndërsa një ditë thellë në shkretëtirën e paqësorit veri perëndimor, Gjeku ndeshi një hapje të errët në anën e një kodre shkëmbore. Në fillim, ai mendoi se ishte thjesht një zgavër ku grumbulloi shiu, por brenda toka zbriste, duke zbuluar një dhomë të gjerë dhe të errët, muret e lëmuara me myshk, ajër i ftohtë dhe i qetë. Nuk ishte një shpellë e bërë nga njerëzit. Shenjat për zgjatë të hyrjes ishin të pagabueshme, gërvishje të vjetra dhe të zbehura, ku kthetrat e një ariu kishin gërvishtur kurin. Shumica do të ishin kthyer. Gjeku hyri. Në fillim ai qëndroi vetëm një natë, duke kërkuar strehim nga shiu që po binte nga mali. Por kur u zgjua i thatë, i ngrohtë dhe gjallë, diçka u zhvendos në mendjen e tij. Ndoshta, mendoi ai, kjo nuk ishte thjesht streh, ndoshta ky ishte mbijetesë. Gjatë ditëve në vijim ai filloi të formosonte vendin në diçka të banueshme. Hyrja e shpellës ishte mjaft e gjerë për një ari, por shumë e hapur për një burr që flinte lehtë dhe i friksoi gjërave që lëviznin pas errësirës. Kështu që Gjeku kërkoi. Ai gjeti një vend shkarkimi aty pranë, gjysmë të gëlltitur nga barërat e këqija dhe zvariti paleta druri, litar të vjetër dhe shkëmbinje. Duke përdorur këto, ai ndërtoi një derë të improvisuar, një barikadë të trashë të lidhur së bashku dhe të peshuar me gur. Nuk dukej shumë, por i dha paqe. Kur ulurinte era, dera kërciste, por qëndronte. Brenda i rregulloi ato pak pasuri që zotronte. Një dyshek të grisur që gjeti pas një stacioni rojtarësh, një batanie të arnuar me shirit ngjitës, një llam vaj të ndezur nga vajguri i mbetur, flakërimi i saj hidhni një kundër mureve të shpellës si fantazma, duke treguar historitë e tyre. Ai madje gjeti një tenxhere të vjetër kafeje prej kallaj, të ndryshkur, por ende të përdorshme. Çdo mëngjes ai ngrohte ujë mbi një zjarr të vogël në cepin e shpellës. Avulli ngrihej në ajrin e ftohtë ndërsa ai ulej duke dëgjuar pyllin që merrte frym jashtë. Ditët në shkretëtir nuk maten me orë, por me nevoja, ushqim, zjarr, siguri, pushim. Gjeku mësoi shpejt, aty pranë ishte një përua, uji i tij ftohtë dhe i kthjellët. Ai ndërtoi një shtizë të trash peshkimi nga një deg dhe një thik të mprehur, dhe pas disa përpjekjeve të dështuara kapi troftën e tij të parë. Ai e gatuaj ti mbi një zjarr në musk, aroma tërhoqi syt kur e shtarr nga pema, dhe lipra, ndoshta rakun, njëherë madje edhe një palë sy vezullues që e vëzhguan për një orë para se të zhdukeshin, të heshtur, graviqar, të pamposhtur. Ai mblodhi manafera, rënja dhe bim të egra që kishte mësuar t'i njihte nga librat e bibliotekës, shumë kohë përpara se bota e tij të ishte shpërbër. Kur kalimtarët her pas her kalonin, megjithse rrallë në atë cep të largët, ai shkëmbente gdhendje të vogla druri për mallra të konservuara ose vegla. Ai kishte qenë gjithmonë i zoti me duart e tija. Gdhendja u bë gjuha e tij e shkëmbimit, dhe së shpejti shitësit e njihnin atë si burrin në shpellën e ariut. Nuk ishte mëshirë ajo që i dhan, ishte respekti i ngjyrosur me kurreshtje. Natën kur era vdiste dhe flaka e llambës rritej e ulur. Gjeku ndonjëherë mendonte që ariu që dikur kishte jetuar atje. Ai imagjinonte duke u kthyer masiv me shenja, fryma e tij avullonte në të ftohtë, flegrat e hundës i zgjeroheshin, ndërsa kuptonte se dikush i kishte marrë shtëpinë. Por ariu nuk erdhi kurrë.
Vendasit thoshin se një gjuetar e kishte vrarë vite më parë. Të tjerët pretendonin se thjesht ishte zhvendosur më thellë në male, kur rrugët e shfrytëzimit të pyjeve i kishin prerë territorin. Sidoqoftë, prania e tij qëndronte në shenjat e kthetrave në shkëmb, në aromën musky që koha nuk e kishte zhdukur plotësisht, në formën e vetë shpellës, e rumbullakët e afërt, mbrojtëse, por kur tërësisht e sigurt. Gjeku gjeti ngushëllim në atë mendim. Ai dhe Ariu, dy kryesa të nxitura nga rrethanat në të njëjtën kohë të ftohtë, të dy duke kërkuar një vend për të duruar. Ndërsa vjeshta kalonte në dimër, pylli u bë i qetë, zoshtu larguan, proju ngadalsua, të ftohtit u bë një gjë e gjallë, një armik që zvarritej në kockat e Gjekut. Ai vulosi hyrjen e shpellës më fort, duke grumbulluar më shumë gur dhe duke shtruar lëkurat e kafshëve mbi boshllëqe. Ai mblodhi dru gjatë këtyre orëve të shkurtra të ditës, duke e grumbulluar lart pranë gropës së zjarrit. Por sado që dishte ngrohtësia nuk zgjati kur. Muret e gurit mbanin të ftohtë si një sekret. Disa net fryma e tij ngriu në ajër para. Llamba e tij e vajtu shua. Heshtja ishte aq e rëndë sa mund të dëgjonte rrahjet e zemrës së tij. Pastaj erdhi bora, e rëndë e pamëshirshme. Ajo vulosi shpellën si një varr. Gjeku qëndroi brenda për ditë të tëra, duke racionuar ato pak ushqime që i kishin mbetur. Ai foli me zë të lartë për të mbajtur mendjen e tij nga shpërbërja ndonjëherë me vete, ndonjëherë me kujtimin e Ariut. Njëherë i pëshpëriti vetë shpellës, duke falendëruar që e mbajti. Kur më në fund të doli jashtë, bota ishte transformuar. E bardhë, gjurmët e pafundme të drerëve përshkonin borën, duke u zhdukur në mjekull. Ishte një provë edhe e bukur, edhe mizore, se natyra mund të ushqej dhe të shkatroj me të njëjtën dorë indiferente. Një pasdite kur filloi shkrirja, Gjeku dëgjoi zëra njerëzor, një gjë e rrallë në atë shkretëtir. Ai ndoqi zërin me kujdes dhe gjeti një burrë dhe një grua pranë përrojt shëtitës, çantat e tyre të rënda me pajisje. Ata ngulën syt kur e pan, këtë figurë të dobët që dilte nga pemët, me mjekër të trash, sy të ndritshëm nga izolimi. Ato i ofruan ushqim, ai refuzoi. Ata e pyetën se ku jeton. Ai tregoi lart drejt shpellës. Sytë e gruas u zgjeruan. Ti jeton atje, në strofkën e Ariut? Ai tundi kokën. Ajo qeshi butësisht, jo keq. Je më i fortë se shumica e njerëzve që njoh. Ata ndan kafe me të para se të largoheshin. Kur ata u larguan, Gjeku ndjeu diçka të lëvizte brenda tij. Diçka që nuk e kishte ndjerë për muaj të tërë. Lidhje. Kujtesa se kishte ende një botë atje jashtë që e shikte ati si më shumë se një hije. Atë natë Gjeku filloi të shkruante. Ai kishte gjetur një ditar të vjetër në kampin e braktisur të një shëtitje muaj më parë, por nuk e kishte përdorur kurrë. Tani ai mbushi faqet e tij me dritën e qirinjve. Shkrimi i tij i pabarabartë, por i gjallë. Ai shkroi për natën e parë që hyri në shpellë, për frikën që u kthye në qetësi, për shenjat e Ariut, dimrat, porojën dhe mënyrën se si tingullonte pylli i paragimit. Ai shkroi për urinë, vetmin dhe bukurinë e çuditshme. Me kalimin e kohës ditari u bë harta e tij e ekzistencës. Provë se ditët e tij nuk ishin zhdukur thjesht në tegër. Në fillim të pranverës, kur bora u shkri në përrejnë të vrullshëm, erdhën rojtarët e parkut. Ata kishin dëgjuar për njeriun e shpellës, siç e quanin shëtitësit. Kur e gjetën Gjekun, ai nuk rezistoi. Ai thjesht i shikoi ata me mirëkuptim të qetë, sikur i kishte pritur. Ata i thanë se nuk mund të qëndronin atje për gjithmonë, se shpella ishte pjesë e një zone të mbrojtur të jetës së egër. Ata i ofruan ta çonin në një stre aty pranë, për ta ndihmuar të gjente përsëri punë. Ai nuk kundërshtoi, thjesht kërkoi edhe një natë. Atë mbrëmje Gjeku ul pranë zjarrit të tij, duke parë muret që kishin qenë shtëpia, streha, rrethimtari i tij. Preku gurin, të ftohtë dhe të ashpër dhe pëshpëriti. Faleminderit. Kur erdhi agimi, ai paketoi sendet e tij të pakta, batanien, llampën, thikën, ditarin dhe zbriti malit me rojtarët. Ai nuk shikoi pas, derisa arriti në kufirin e pemëve, që andej shpella ishte vetëm një hije në faqen e kodrës. Për këto tjetër ishte një vrim në shkëmb. Për Gjekun kishte qenë diçka shumë më tepër, një mister që i kishte mbajtur gjatë rilindjes. Ai nuk e dinte se çfarë priste, ndoshta një punë tjetër, një dështim tjetër, ndoshta edhe një shpellë tjetër, por ai eci me një qëndrueshmëri që nuk kishte qenë atje më parë.
Ai kishte përballuar heshtjen e shkretëtirës dhe kishte mbijetuar. Dhe në atë mbijetesë, ai kishte rizbuluar diçka që shumë njerëz kalojnë gjatë gjithë jetës duke e kërkuar, një arsye për të vazhduar. Një vit më vonë, shëtitësit kaluan përsëri pranë shpellës. Paletat ishin zhdukur, të shpërndara nga moti. Mishku ishte zvaritur mbi hyrjen, por thellë brenda, në mur, pranë cepit të gjumit, ata gjetën diçka të gdhendur në gur, fjalë të gërvishtura me dorë. Nëse e gjen këtë vend, trajtoje me mirësi. Ariu është zhdukur, por njeriu jeton.